Të kërkoj, mas ki tjetër. Edhe një herë. Prona tani më është shitur dhe ka pronar të tjerë, që janë vetë investitorët, të cilët kanë ardhur, kanë takuar, kanë parë letra, ta kanë gjetë, nuk e di, mbi bazën e letrave, dhe kur ata janë paraqitur tek ne, kanë sjellë të gjitha letrat, se dhe gjëja që bën agjencia, i verifikon të gjitha me kadastrën, kadastra i kanë nxjerrë të tëra, ka thënë po këta janë, kjo është. Kupton, nga ana e letrave është ndjekur procedura si për të gjithë të tjerë, siç bëhet për gjithë. Tani fati në këtë rast i juaj se mund të kishte ndodhur dhe ndryshe. Mund mos ishte fare në hetim personin fjalë ose mund mos kishte asnjë lidhje spaku që ka hyrë në këtë proces e përsëris krejt natyrshëm, po jo për projektin. Mund mos kishte. Dhe sot, nëse juve do shkonit, nëse gjykata do t'ju jepte juve të drejt, juve përsëri do drejtoheshit e shteti, dhe do t'ishte shteti që do duhet juve t'ju kompensonte. Por natyrisht, jo njësoj siç do në të rast. Tani fati këtu është, në rast se keni drejt gjithmonë, unë se përsa këtë. Fati është që në qoftë se juve dilni vërtet nga gjykata pronar, parat që janë të ngrira, nuk i shkojnë ati që si takon, i jepen, i konfiskohen dhe bëhen parat të shtetit, dhe shteti natyrisht merret me pronarët të po ke letrën ti, po urdhro, kjo prona jote është shitur me kaq, urdhro lekët, merre, vazhdo punën. Po si dakord jemi me këtë? Po më rego, po të që. Po e kam thënë, sinqort. Dakord i keni thënë ju, po si po veprot, konkretisht po themi ne, se unë kam bërë që vjet, më falë, kam bërë që vjet, kallëzim penal në SPAK, për këtë hajdutët dhe prap SPAK sot u kujtua për këtë gjë. Po tani, kjo është një gjë që duhet ta nuk mund ta zgjidhin dot me mua këtë, se këtë punë e SPAK-ut besoj e kemi ndar. SPAK-u ka punën e vet, ne kemi punën tonë. Ata janë pushtet i pavarur. Edhe një ju faleminderit një që na dëgjuat. Jo më s'është asnjë, s'po i bëj asnjë nderu juve, po. Thjesht i thash, po nëse duan të vinë të flasin, unë jam për të folur, se e thash gjatë ditës, unë kush do të flasë jam për të folur, jo ne nuk negociojmë, po s'negocioj unë njëri pari, se nuk është puna se unë kërkova të negocioj me njëri. Jo ne nuk negocioj, po s'negocioj unë njëri pari. S'kam çat negocioj me askënd. Po për të folur nuk diskutohet, dhe për më tepër i thash Brunës, njerëzit që nuk mos në sill njerëz i thash që ti mbledhin nga Vlora. Nëse ata që janë atje dhe që kanë këto shqetësime reale duan të flasin, të bëjmë pyetje, unë t'i them atë që di, bujrum. S'kam frikë të përballem me asnjëri, për sa kohë jemi kështu, secili thot vetëm, po jo me ulërima, jo me çarje, jo me të tjera. Jo për gjë se ato nuk më bëjnë të ndryshoj mendim dhe më shtojnë jetën, dhe duke më shtuar jeta, këta që duan më heqin do durojnë shumë më do duhet presin shumë më tepër. Këtë është puna.